Kush fito sfidën, fito 1000 euro plak. Shiku kemi Renisin, është tepër i kontraktuar, po e shef topin sikur i ka hongër bukën. Çuna goza, mirë se vini te ky video re. Sot për ditëlindjen time kam me bo një video ekstreme plak. Një çik vlog, pjesa tjetër super sfidë ekstreme. Prandaj po ju them, rrini deri në fund të videos plak. Gjojeni me vëmendje çdo gjë që themi në këtë video sepse është mekje. Do thoni ju për ditëlindjen tate pse nuk bëre Renisi ti plotësonte ty çdo dëshirë brenda 24 orëve. Nuk e bëm këtë sepse Renisi nuk ka buxhet mjaftueshëm që të mi plotësoj gjithë dëshirat. Kështu që vendosa të bëja këtë video speciale, le të themi, nuk e di. Por dëshira ime e vetme është që të vijmë 200.000 subscribers brenda këtij viti plak, para se të vi 2024. Për ditëlindjen time, du se cilin nga ju ta bëni like plak edhe një subscribe. Meqenëse se Renisis mi plotësoj të dëshirat, mi plotësoni ju plak. Një like, një subscribe, hajde. Po ju pres plak. Po ju pres, qofse keni bërë subscribe edhe like tani, është njësoj sikur më keni uru për ditëlindje. Shumë faleminderit. Shumica për ju që keni ditë sikur e kam ditëlindjen jonë, se kam edhe story në Instagram, kështu që bëni follow në Instagram. Prisa harrova, janë 2 prençe që i kam bërë Renisi që do vinë së shpejti, plus një vlog me kapsolla fishekzare, nuk e di ç'a tjetër. Atëherë sa më shpejt vejmë 15.000 like te kjo video dhe sa më shpejt vejmë 200.000 subscribers, aq më shpejt vinë ato video ekstreme blek. Kështu që e keni vetë në dorë, le të vazhdojmë videon. Amarena, a e gati për sfidë? Që kema, po dalë, se i zgjovi njërës nga gjuhë. Unë e Renisi jemi përsëri te ky ashencori që s'është mirë nga mente kokës. Geci. Dior, më vona. Daniel, po ta kam mjull telefonin nërë. Tani jena ashtu shumë quna, jena 3 quna dhe jena gati për sfidën. Renisi po flet me gjindet pra të ndërruar miq. Jo plak e shoh po. Tirana belo, belo. Shife. Belo, statuja, pallati. Sa është data sot? Po. 29. Okej, mas gjysë ore rrugë, çunat siç e shihni janë të lodhur. I'm a criminal. Ta kishim marri byreko, por ta kishim marri byrek. Oren, po çaj bo për se gjunat tjetër, por e bën e cop. Je para kamerave, Odan. Oren, what the fuck? Plaku të ardh Luani për kofshit zoologjik. I ka ne Odan ose të hongri. Luanin, ja, ç'a bën ai tjetër. Qeni të thonë me vete ç'a bën këta. Dia rast në plak sa voçë. Me ke shef. Biri Lali, biri. Vëti. Nisi shiua? Na i glasë plak. Çaj 5 minuta. Me ty e ka Oren. Këtë përsi i vogë. Emët? Tyshin Si damas kjo e jerë. Qa bën Odan? O Lali, e kishte çantën plot, a tu thyn gjona ato Lali? Qa ke brenda? Kam 2 kilo lapsa plak. Ke 2 kilo lapsa? Kam edhe karikus. Kam edhe gomo plak. Çuna, kam një trik se si ta dalloni nëse makina, kur doni me ble makina është aksidentume. Për herë, shifeni për herë të targa plak, se aty e ka sekretin, ja për shembull, po ta shifni kjo është në rregull, nuk është aksidentu kurrë. Unë e Renisi nuk e tërgojmë luksin, po dani me varëse me gjona. Po mbështetemi qik se jam lodhër ditë. Ja, këtu është. Këtu është? Mesi plak. U posa shumë. Mesi. Topin e ka Bakua, i natoset Bakua ginjen, vetë për vetë Bakua ginjen, o bie Bakua vrite në plas të bytha neve. Këtu jena me çuna, do kena me bo sfidën me Crossbar Challenge, nëse nuk e dini se çfarë është. Të flisni ndaj gjoju? Nëse nuk e dini se çfarë është Crossbar Challenge, ne do godasim topin edhe. Dhe i bishtë. Okej, synimi është me ka traversen, pra këtë pjesën sipër. Jo, do e bëjmë penalti se to pim, tol Jo, fotokort. do e bëj unë. Është to pimer. Por e unë. Por është to pimer. Jena këtu me çunat edhe unë kam fut 500 euro, Edhe unë ka fut 500 euro. edhe Danieli ka fut 500 euro, ndërsa Renisi s'ka fut asnjë gjë, unë kam fut 500 euro që fitova te sfida me pica. 500 euro. Po, të dy kena fut nga 500 euro, pra kush fito sfidën, fito 1000 euro plak. Po plak, se mos e shep babim këtë video nëra. Pse? Po i jam mora fshetas.
Ati maj unë do të tregosh. Okej. Pra, kush fiton, do bëjmë disa sfida, crossbar challenge i pari, edhe një do bëhet me gola. Si në lekët, o! Që po bëja aty, o Dan? Po si t'ja bëjmë, kush do nisi i pari? Dyshe. E si funksionon kjo loja pasaj? Nisi në 3 o plak. Pra kena vendosë qyteti pari. O plak, po ne kena kohë që s'luajmë, kena nevoj për të stërvit o burr. Okej, hajde. Hajde ikim fare, ikim stërvitëm një. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. I pari që do bëj sfidën është Danieli. Ha? Do marrësh vrull, okej. Kush të iku plak? Shiko topi, shiko është Danieli. Gol plak. Do shë këpute si Danin, o plak. Okej, goditja e tretë për Danin. Loli, qa ka bore. është të lidhë dhe atletet. Po që e të lidhë të atë? I kam psikologjike plak. E ke psikologjike? Ditja e 4 e Danit? E puna? Okej, goditja përfundimtare për Danin. Vje goditja Danit. Godit! Dior më vonë. I ka toli 5 gjujtje? Qa bën këtu are? Qa bën kë? Jam Halandi. Gjyta parë. Gati? Hajde. Po. 2 gjujtje, 1 crossbar. Topim! Ti më të bëj gjujtje në publika në. Gjyta e tretë, vjen aty, nuk e di ashtë e treta apo jo. Hajde lojë qeqe, mori shyre. Po dere me kjo qa unë gulloni. Ava e Renisit për të bërë gjuajtet e ti për crossbar challenge. Goditja e parë. Ha, ore, në bëje, se nuk nga të smo. Goditja e dytë, asni crossbar për Renisin. Që ku kemi Renisin, është tepër i kontraktuar, po e shef topin si kur i ka hongër bukën. Bëje goditja në Ren, bëje. Jo plak se... Jo, principi. Jo, po të them ne o plak se mira i lek. Po pra, s'duhet me gëzu, ble. Kemi Renisin, goditja përfundimtare dhe ky është Danieli. E kapi? Yes! Jo, po s'duhet me gëzu, ble. Sa po dalla që je, na fiku derën në bërë. Nisi me sfidën me crossbar challenge, kena dalë... Kur ta marri veç babi që ja marrë ato lekët. Okej, kena dalë barazimu në Renisi me crossbar challenge, edhe tani Danieli do futet në port, edhe unë dhe Renisi kena me bo goditje. Kush bë më shumë gola? Fiton 1000 euro, plak. Fiton 1000 euroshin. Ne iku kjo avdalli, gati. Goditjet e para i kartioli, ja është. Bjeri taj. Oh my god. Gjyta 2, s'ka pra si gol tani, vje goli. Gati! Jo. Po. Gol! Jo, po unë s'pun asgjë plak. Edhe fituesi është